Ndihma juridike falas, një mekanizëm i krijuar me ligjin e vitit 2017, pritet të zgjerohet për më shumë qytetarë që kanë çështje civile dhe penale dhe u drejtohen gjykatave për të kërkuar drejtësi. Më 14 korrik, Ministria e Drejtësisë hodhi për konsultim publik ndryshimet në ligjin për ndihmën juridike të garantuar nga shteti. Projektligji synon të zgjerojë kategoritë përfituese dhe të lehtësojë procedurat për marrjen e këtij shërbimi. Cilat janë ndryshimet e propozuara? Çfarë ndryshon për kategoritë përfituese në këtë draft të ri? Ndryshimet kryesore prekin nenin 11, i cili përcakton kategoritë e veçanta përfituese. Propozohet të zgjerohet koncepti i dhunës në familje, kushtohen forma të tjera të dhunës, të parashikuara në legjislacionin civil dhe penal, për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna, ndaj grave dhe dhuna në familje. Drafti i ri parashikon gjithashtu ofrimin e ndihmës juridike për viktimat e krimit dhe familjarët e tyre, viktimat e terrorizmit, si dhe për personat që kërkojnë njohjen e statusit të aftësisë së kufizuar, edhe nëse ende nuk e përfitojnë pagesën përkatëse. Sipas draftit të ri, rrethi i përfituesve të skemave të mbrojtjes sociale zgjerohet, duke përfshirë përfituesit e ndihmës ekonomike, pensionit social dhe skemave të tjera të mbrojtjes sociale. Projektligji i kushton vëmendje të veçantë edhe anëtarëve të komunitetit rom dhe egjiptian, të cilët do të mund të përfitojnë ndihmë juridike falas për sigurimin, plotësimin dhe korrigjimin e dokumentacionit civil, regjistrimin civil dhe procedura të tjera administrative. Një tjetër risi është se qytetarët që përfitojnë ndihmë juridike dytësore do të kenë të drejtën të zgjedhin vetë avokatin nga lista e avokatëve të autorizuar, ndryshe nga sistemi aktual. Paketa parashikon gjithashtu lehtësimin e procedurave për marrjen e ndihmës juridike. Për shërbimin parsor do të mjaftojë vetëdeklarimi dhe dokumenti i identitetit. Sipas analizës së Drejtorisë së Ndihmës Juridike falas, për muajin maj 2026, qendrat e ndihmës juridike administruan 338 raste. Në total, gjatë muajit maj, u trajtuan 497 raste nga ofruesit e shërbimit të ndihmës juridike parsore, ndërsa për vitin 2026 janë autorizuar 142 avokat për ofrimin e ndihmës juridike dytësore në qytete të ndryshme të vendit. Konsultimi publik për projektligjin pritet të përfundojë më 2 gusht, pas afatit 20 ditor të parashikuar nga data e publikimit 14 korrik, ku pritet të diskutohet me grupet e interesit.